Po kur ka kesh politika gjithmonë i devijojnë. Po. Gjithmonë i devijojnë pistat. Rasti i Bardhylit është kryesisht për motive politike. Tihet se ne kemi lexuar shkrimet e Bardhylit, Po. kanë qenë kryesisht shkrime sulme që bënte ndaj shikut. Rasti i Bardhylit është këtë ndryshe, po unë besoj se kur të instalohet gjykata speciale në Kosovë, do zbardhet jo vetëm rasti i Bardhylit, por i shumë gazetarëve tjerë që janë vrarë në Kosovë. Që janë bërë kryesisht me motive politike. Ato s'janë për motive personale. Ato vrasje s'kanë qenë për motive personale. Duke fillu pe rastit Bardhylit. Unë kam pasur shkrim për Bardhylitin para disa vite. Ai është vrarë nga çarçet politike. Çarçet e caktuara politike. Por derisa thoni shiku, do të thotë mendoni se ka dorë edhe në vrasjen e Bardhylit? Po. Mendoni se shiku është shkaktari se Po. vrasjen? S'mund të jetë dikush tjetër, vetëm shiku.